për të hapë rrugë larjes miliardave të klaneve shqiptare të drogës, karteleve shqiptare të drogës. Komisioni Evropian në mbledh nën komiteti për tregtinë, industrinë, doganat dhe taksat midis Shqipërisë edhe Bashkimit Evropian ka bërë një deklaratë në të cilin shpreh shqetësimet më serioze për këto ligje dhe mund ta gjeni në sajtin e Komisionit Evropian, që e pakositë. Kërkon rishqyrtimin e menjëhershëm të tyre. Pra, siç e shihni, Edi Rama, atë që nisi 2 vjet më parë, e bitisi në mandatin e 4, në të cilin 2 miliard euro droge shtrohen në vota dhe vota shtrohet në 2 miliard euro droge. Jam këtu gjithashtu për të dënuar përsëri me forcën më të madhe. Me forcën më të madhe. Presion në jashtëzakonshëm të pandëgjuar kurrë më parë mbi gjykatën kushtetuese